Shikues të nderuar, përshëndetje, u flas drejt për drejt nga studio numër 1 televizionit, studio emisionit frontal me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët tanë, mirë, po fokusi do të jetë tek protesta e veteranëve që është mbajtur sot pikërisht në afërsi të hotelit ku kryetaria e gjykatës speciale kishte planifikuar një takim me gazetarët, mirë, po ky takim u anulua për shkak të protestës që mbajtën veteranët për ta kundërshtuar për prezencën e Trëndafilovës në Kosovë, mirë, po edhe qasjen që ajo dhe gjykata speciale sipas veteranëve ka ndaj ushtrisë shqyrtare të Kosovës. Për këtë arsye në pjesën e dytë të emisionit frontal do të flasim me kryetarin e organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë shqyrtare të Kosovës, zotin Hysni Kucati. Mirë, po pjesë e kësaj magazinë informativ sigurisht do të jetë edhe dështimi i seancës së radhës në Kuvendin e Kosovës dhe përpjekjen për të gjetur një zgjidhje nga ana e presidentes së Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani. Pra do të kemi shumë informacione, por para së gjithashtu titujt kryesor. Veteranët mblidhen para hotelit ku kryetaria speciale do t'i takonte gazetarët. Aksionin e tyre e shtyt Trëndafillon të anuloj konferencën. Dështon për herë të 15 seanca konstituive e Kuvendit vetëvendosje si ka votat nga kjo parti konfirmojnë se Kurti shkon te presidentja. Presidenti i Këshillit Evropian shkon në Serbi, ai dhe Marta Kos u treguan të ashpër me Vučićin, i cili para një jave ishte në Moskë. Numërimi në Shqipëri shkon drejt fundit, vazhdon të kryesoj PS-ja, Edi Rama, Sali Berisha nuk e pranon rezultatin. Sërish edhe një seancë dështuar e Kuvendit e Kosovës, sot deputetët e parlamentit janë mbledhur në përpjekjen e 15 për të zgjedhur kryetarin e Kuvendit e Kosovës me pas edhe në kryetarët, mirë po sërish seanca dështoi. Për të 15 herë brenda muajit po mblidhen në vendin e tyre të punës. Vetë se as kësaj radhe deputetët e zgjedhur me 9 shkurt nuk arritën të kryejnë as edhe një punë. Sikurse në 6 tentimet paraprake, skenari mbarvajtjes së seancës nuk dalloi as në këtë të martë. Dikush në telefon, dikush me anëtarin e ri të grupit parlamentar e të tjerë me bashkëpartiak po prisnin mbledhjen e të gjithë ligjvënësve. E kur 115 sosh vinë, bëhet një minutë heshtje në ndërim të Tahir Mehes, e si zakonisht ata të listës serbe qëndruan ulur. As kësaj radhe deputetët e PDK-s, LDK-s e AAK-s nuk propozuan askënd për komisionin e votimit të fshetë. Sidoqoftë votimi për komision u realizua, por ashtu siç pritej dështoi me 56 vota dhe seanca u ndërpre deri të enjtën në mëngjes. Këtu disponimi i kryeministrit në detyrë u përmirësua dukshëm me atë të parafillimit të seancës. Ky përmes deputetës Mimoza Kusari Lila konfirmoi edhe pjesëmarrje në takimin e përbashkët me parti tjera politike të thirrur nga presidentja për të enjtën. Besoj se përgjigjja është pozitive për pjesëmarrje në takim, nënkuptohet që takimi ka të bëjë me konstituimin e Kuvendit. Për arsye se nuk mundet që zyrja e presidentes të përdoret, siç nuk është përdorur për marrëveshje politike, ato bëhen mes të grupeve politike ose partive politike. Prezent aty do jenë edhe subjekte tjera politike, mirë po janë të gatshëm të lëvizin nga pozicionet e tyre. Nuk ndryshon asgjë deri te takimi i presidentit. Ne do të shprehim edhe një herë qëndrimet tona, do të kërkojmë që të reflektoj partia e parë që i takon privilegji i propozimit. Po nuk kemi propozim tjetër. Jo që ne nuk kemi propozim tjetër, por në fakt, siç duket, situata politike në Kosovë nuk ka një alternativë tjetër për dalë prej kësaj situate. Përveç aleancës që mundet edhe të japë ndonjë sugjerim të ri. Do ta ndëgjojmë presidentin më pas çfarë qëndrime ka ose çka sugjeron. Në njëjtën kohë, nëse kemi ndonjë sugjerim do ta japim. Ndërkaq Guxaja e Faton Peci dhe Donika Gërvallës, si dhe Nisma e Fatmir Limës nuk kanë pranuar ftesë nga shefja e shtetit. Po na nuk kena marrë ftesë, do duhej me marrë ftesë për shkak se ne jemi subjekt politik, e regjistruam Komisionin Qendror Zgjedhor, pavarësisht që s'kemi garuar vetëm, kemi garuar bashkë me lëvizjen vetëvendosje. Shkojmë në Shqipëri, ku edhe atje ka pasur zgjedhje parlamentare, rezultati pra pak a shumë dihet ndonë se ende nuk është bërë numërimi i tërësishëm, mirë po Partia Socialiste ka dalur fituese bindëse në këtë zgjedhje,
kurse Partia Demokratike që udhëheqet nga Sali Berisha ka pasur një rënje për këtë arsye. Sali Berisha ka paralajmëruar protestë dhe ka thënë se nuk do ta njohë rezultatin. Procesi numërimit të votave po shkon drejt fundit në Shqipëri. Mbi 95% e tyre numëruan deri këtë të martë në 12 zona zgjedhore të vendit. Sa më shumë që po numëruhen, aq më shumë po thellohet fitoria PS-s në krye me Edi Ramën. Këto rezultate nuk po mund t'i pranoj as e lideri i PD Sali Berisha, i cili ftoi protestë këtë shtunë. Libri i zi këtyre zgjedhjeve shkruhet me datën 16 në ora 17 në bulevardin Zogu i Parë për të sensibilizuar opinionin publik botëror mbi krimet monstruoze të përbindshit elektorale Edi Rama. Ish kryeministri shqiptar paralajmëroi se protestat që do të mbahen në ditën kur bëhet samiti evropian në Tiranë do të jetë e qetë. 80 vjeçari deklaroi se nuk do t'jap dorëheqje nga partia për shkak të rezultatit të dobët në zgjedhje. Këtë betejë gjirën fitore ai që nisi dhe bitisi. Do ta bitisi. E murdhvesh. Megjithatë, koalicioni që udhëheq Berisha këtë martë mori një lajm të mirë, duke kaluar PS në Kamës me rreth 1000 vota më shumë, teksa një mandat ja mori edhe Agran Shehaj të Partisë Mundësia në Tiranë. Surprizat nga këto zgjedhje aktualisht janë Lulzim Basha e Arlen Qori, të cilët mbeten jashtë Kovendit. Procesi i numërimit të votave për momentin po vazhdon në 5 qarqe të vendit, ndërsa ka përfunduar tashmë në 7 të tjera. Kryeministri Edi Rama pritet që gjatë së mërkurës të mbajë fjalimin zyrtar të fitores. Nga Tirana shkojmë në Beograd, atje ku sot ka qëndruar presidenti i Këshillit Evropian, i cili paraprakisht është këshilluar që të mos e takoj fare presidentin e Serbisë, por megjithatë ai e ka takuar dhe e ka kritikuar Aleksandar Vučić. 4 ditë pas vizitës së presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në Musk, në Beograd qëndroi për vizitë zyrtare presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa. Ajo pret me garë ceremoniale nga presidenti serb. Më pas agenda ti vazhdoi me takim në 4 sy me Vučićin e ky takim u pasua me atë të delegacioneve serbe me atë të BE-s. Kur përfunduan të gjitha këto takime, Costa e Vučić u deklaruan për media. Presidenti i Këshillit Evropian deklaroi se kjo vizitë u realizua pas shumë presioneve që të mos shkojnë në Serbi në këtë momentum. Atmosfera në BE nuk është saktësisht e mrekullueshme. Jam i bindur për shkak të udhëtimit në Moskë, por besoj se Evropa do të ketë mirëkuptim për përparimin e bazuar në merita. Mënyra e vetme për të përballuar dallimet është të flasim dhe të kuptojmë njëri tjetrin, të kuptojmë se çfarë duhet të bëjmë së bashku. Prandaj jam këtu. Shumë njerëz më thanë të mos vi, por unë vendosa të vi, sepse nëse kemi probleme me Serbinë, nëse kemi probleme me presidentin Aleksandar Vučić, zgjidhja nuk është mos hajde dhe mos fol, por që unë të vi, të flas, të shpjegoj kundërshtrimet të ndryshme. Ndërkas fokusi i deklarimit të Vučićit ishte tek dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, që sipas tij është e vetmja zgjidhje problemeve që ekzistojnë tashmë. Biseduan për të gjitha çështjet të rëndësishme dhe të vështira për domosdoshmërinë e dialogut me Prishtinën, ruajtjen e paqes dhe stabilitetit rajonal. Serbia është e gatshme për bisedime, nuk I kemi ikur dialogut dhe kjo është vetmja mënyrë për të zgjidhur problemin. Me të përfunduar vizitën në Beograd, kryediplomati serb Marko Đurić e shoqëroi Kostën për në aeroport. Agenda e tij do të vazhdojë me vizitë në Bosnjë dhe Hercegovinë, më pas në Prishtinë e pastaj në Podgoricë e Tiranë. Vazhdojmë emisionin frontal me informacionet të tjera. Ministrja në detyrë e ekonomisë Artane Rizvanolli ka njoftuar se kanë mbyllur kompaninë paralele të ujësillësit IBAR në Mitrovicën e Veriut me kërkesë të monitorimit të ndërmarrjeve publike të ministrisë. Ajo ka shkruar në Facebook se ky është hap konkret që shërben pra sundimit të ligjit dhe funksionalizimit të shërbimeve publike nga institucionet. Në përputhje me marrëveshjen e nënshkruar në janar të këtij viti mes KRU Mitrovicës dhe Komunës së Mitrovicës së Veriut, shërbime të rregullta e me cilësore për qytetarët e Komunës së Mitrovicës së Veriut do të ofrohen nga KRU Mitrovica me standardet edhe më të larta në përputhje të plotë me ligjet tona. Falenderoj Policinë e Kosovës për mbështetje dhe falenderoj KRU-n e Mitrovicës për gëdëshmërinë për të shërbyer të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës pa dallim, ka shkruar Rizvanolli.
Ndërkohë sot në Mitrovicë ka qëndruar edhe ministrin e detyri punëve të brendshme Xhelal Sfeqla, i shoqëruar edhe me ministrin Albert Krasniqi dhe kanë parë nga afër bllokimin e disa rrugëve ilegale, të cilat kanë qenë të hapura tash e sa kohë në verinë e Mitrovicës. Ndërkohë flasim tash për Podujevën dhe për një segment të rrugës Xhemal Mustafa në këtë qytet, i cili të martën u mbyll përkohësisht derisa të asfaltohet hapësira pranë rreth rrotullimit. Mirë po disa banorë pa ankohen e disa po gëzohen. Njoftimin nuk e panë andaj po ju nevojitet të kthehen prapa. Lapjanve të martën ju desh të bënin pak më shumë kilometra për të kaluar te ai që njihet si rrethi i Kërpimehit. Punimet në rikonstruktimin e rrugës janë arsye që kjo pjesë ishte bllokuar për qarkullim nga ora 8 e mëngjesit. Kjo ka nervozuar një qytetar. Vlerësimet e vlerësojmë me kategorinë më të lartë. Veç i harrojnë dëvorat laknurit, se dy autot ja kanë nisur të një rreth sa më në botë. Ndryshe nga çdo ndryshim në Podujev, po e mirëpret një tjetër qytetar. Për moment na pengojnë, po kjo vazhdon tutje. Bllokimi i rrugës Xhemal Mustafas do të zgjasë shumë. Detaje për të dha menaxheri i kompanisë Skender Avdyli. Të rrethi këtu sot përfundon rruga Xhemal Mustafa komplet. Kjo rrugë si vetë po krijohet. Për bllokimin e këtij segmenti paraprakisht qytetarët u njoftuan edhe nga komuna e Podujevës. Kthehemi në Prishtinë dhe flasim për një incident të armatosur që ka ndodhur një natë më herët në lagjen Matini të kryeqytetit, ku të hënën në mesnatë u shkrepën breshëri plumbash nga 2 persona që ishin të pajisur me kalashnikov dhe revolje. Krismat e armëve prishën qetësinë e mesnatës në Matinje. 2 persona të armatosur me kalashnikov dhe revolje u pan duke qelluar pa ndalur në rrugët e kësaj lagje. Pas të shtënave, autorët u larguan nga vendi i ngjarjes, ndërsa policia reagoi me shpejtësi duke nisur operacionin Unaza e Çelikt. Zona u izolua dhe qarkullimi u ndal. Në vendin e ngjarjes u gjetën 16 gëzhuja. Plumbat shkaktuan dëme materiale që u pan qartë edhe mëngjesin e së martës. Si pasojë e shkrepjeve me armë, kjo automjet në rrugën Muharrem Feza pasoi disa dëme. Siç shihet, këto xhami përpara është i thyer, ndërkaq kanë pasur dëme edhe gomat para të veturës, të cilat janë të shfryra totalisht. Në pjesën mbrapa po ashtu kemi dëme ku shihen xhamat e thyer, të cilët po ashtu kanë depërtuar brenda makinës, duke shkaktuar dëme edhe aty. Plumbat depërtuan edhe brenda banesës së një qytetari. Incidentet të tilla janë të shpeshta në këtë lagje, andaj edhe rrezikshmëria po konsiderohet e lartë nga vetë banorët. Sipas të dhënave të qytetarëve aty, sepse nuk kemi një deklarim nga zyrtar, nga policia e Kosovës, thuhet se dikush ka nxjerrë revolën edhe ka drejtuar drejt një X personi tjetër. Disa thonë që ka pas shtëna, disa thonë që jo, por me rëndësi, policia e Kosovës ka qenë vendngjarje, ka shënim zyrtar për këtë rast. Këta ka një apel për policinë e Kosovës duke kërkuar shtim të zyrtarëve policor në këtë pjesë të kryeqytetit. Urgjentisht, drejtoria e policisë Kosovës ta merr seriozisht kërkesën për një nën stacion policor, sepse konsiderojmë që territorin cilin e mbulon stacioni Jugo është shumë i gjerë. Jo pse ata nuk duan, ne kemi raportet shkëlqyeshme ndër me vete, bashkëpunimi, s'ka mungu prezenca atyre, por duhet jetë e përhershme brenda lagjes. Policia e Kosovës gjatë ditës bëri të ditur se nga incidenti të hënës nuk është raportuar për asnjë të lënduar dhe se puna hetimore po vazhdon. Ndërrojmë natyrë informacionet, vlasim për një vizitë që ishte planifikuar dhe një takim që kryetarja e gjykatës speciale kishte planifikuar me gazetarët kosovarë, mirë po kjo konferencë u anulua për shkak të një proteste që organizuan organizata veteranëve të luftës së ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Me uniform të UÇK-s e me flamur kombëtar në duar për ju bashkohet shokëve. Në mesditë 10 veteranë të luftës e antarë të Partisë Social-Demokrate erdhën të organizuar në një nga lagjet e Prishtinës. Saktësisht para hotelit që ishte paralajmëruar konferenca kryetares së dhomave të specializuara të Kosovës Ekaterina Trendafilova, ku siguria ishte e nivelit më të lartë.
Duke ju shmangur konfrontimit fizik me policin, i rënditën disa paknatësi ndaj speciales. Qasje shpërfillse dhe e njanshme e zonjës Trëndafilova. Paraqitjet e saj publike kanë treguar mungesë respekti për realitetin e luftës çlirimtare dhe për vuajtjet e popullatës shqiptare. Shpesh ka shpërfillur zërat e viktimave, veteranëve dhe qytetarëve të Kosovës, duke i cilësuar reagimet si presion ndaj drejtësisë. E me të përfunduar fjalimin, fillon edhe aksioni simbolik me tym të zi. Gjithçka shkon të qetë derisa dikush e hodhi mjetin piroteknik brenda objektit. Ajo kthehet nga zyrtarët e policisë dhe situata përpaksa nuk eskalon. Në këto momente, gazetarët njoftohen se konferenca e Trëndafilovës u shty për disa minuta, por informacionit që e merr kreu i OVL-s është tjetër. Shok, veteran, vëllezër. Qëllimi i organizatës të dalja nga luta ka arrit, Trëndafilova e ka anulu takimin bazë informacioneve, ndoshta mund të jetë mbrana, po bazë informacioneve ka anulu takimin dhe aja nuk ka konferencë për shtyp. Kjo pastaj konfirmohet edhe nga zëvendësja e gjykatës speciale Angela Grip. Mund të konfirmoj se ngjarja e sotshme është anuluar në interes të sigurisë publike dhe bazuar në këshillat nga policia e Kosovës. Kjo është e gjitha që mund të them për tani. Ky lajm gëzoi veteranët e mbledhur para hotelit, të cilët pastaj e kthyen protestën në fest. Ekaterina Trëndafilova do të qëndrojë edhe të martën në Prishtinë, teksa sipas agjendës planifikon që të niset për në Hag të mërkurën. Kryetaria e dhomave të specializuara Ekaterina Trëndafilova ka anuluar konferencën për media, por jo edhe aktivitetet tjera të saj të planifikuara të zhvillojë në Kosovë. Ajo pasdite zhvilloi një takim me avokatin e popullit Naim Qelajn. Vizita në këtë institucion është realizuar në masa të rreptat e sigurisë. Deri të zyra avokatit e popullit, ai është përcjellur me 8 veturat e policisë së Kosovës dhe të EULEX-it.